Në këto qaste të pikrimi për familjen Thaçi, teksa po përcillet me ndërimet e larta, prisi kësaj familje artëtare për në banesën e tij të fundit, bashkëngjen dhimbje me nënën Lyrë, me presidentin Thaçi, djemë dhe vajzat e Bac Haxhi, i cili na dha mësim se liria është e shenjtë dhe do të punuar e luftuar për të. Haxhi Thaçi është pjesë e brezit që mbolli farën e lirisë dhe ujitja atë me përkushtim të jashtëzakonshëm e me sakrifica të mëdha. Prandaj, ai sot i la trashëgiminë historike Kosovës. Ne ndjejmë rrahjet e fundit të zemrës së tij. Një fakt që nuk e pati ai i cili kujtoi rrahjet e zemrës të stërgjëshërve tonë, në momentin më kulmor të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Baci Haxhi, jo vetëm që iku nga kjo botë me mallin për djalin e tij, që të shmallej në moshën e pleqërisë, por iku pa e kuptuar pse Hashim Thaçi, si një nga çlirimtarët e Kosovës që e solli lirinë, po vazhdoi të qëndrojë në një ambient burgu jashtë vendit të tij, për cilin punoi dhe luftoi pa rreshtur deri në nëntorin e vitit 2020, për të vazhduar sot dhe kësaj dite betejën për drejtësi. Me vdekjen e tij, pushuan dhimbjet fizike që e rënduan kohëve të fundit, por jo sa ato që shkaktohen në shpirt kur nuk e ke afër fëmijën tënd, atë fëmijë që e lind, e rrit dhe bën të marrë në dorë fatin e një populli të tërë. Jo shumë larg nga dita e sotme, teksa i bëra një vizitë në klinikën ku po kurohej, e gjeta në vullnet të fortë e shpresë plot. Dhe gjersa më përcollet deri te dera, siç gjithmonë ai kishte zakon, më tha: "Fadil Popo, rrëve pa marak se unë mirë jam shoqër, dhe sot e nesër më kanë mjek e kismet se tash vjen pranvera në natyrë e lullet mira. Edhe kam ymit të madh se edhe Hashimi këtë pranverë, vallë Zoti po na vjen, e përbëjnë një fjestë qyshe të rënë." U përshëndetën me përqafim të ndalë, bashkë me mallin që kishte për Hashimin dhe burojen. Dhe fatkeqësisht, ai po atë ditë u rikthy të luftoj me vdekjen, por nuk u dorëzua dhe rezistoi derisa shuajti mallin për ta parë djalin. Me tundime e priti gjatë, po djalin i shtrëngoi dorën fort dhe mbylli sytë, i lehtësuar për gjithmonë për të rikthyer sot që ta shuaj mallin tjetër. Burojen me ajt pastër, natyrë të bukur, e lidhet pranverës në mesin e qindra e mira kroshëve të lirisë. Të nderuar pranishëm, padrejtësit e sot në shumë larg nga ky vend rëndojnë mbi supët e themeltarit të shtetit të pavarësisë së Kosovës, i cili bashkë me shumë shokë tjerë luftuan për lirinë e popullit pa u trembur asnjëherë nga vdekja. Hashim Thaçi, si kryeministër historik i Kosovës, sot është larg nga dhejët dhe familjes, duke përballur me provën më të madhe që nga shtirimi i Kosovës. Sot po humbet qasti i vetëm në jetë që djali të shoh për herë të fundit babain e tij, edhe të vdekur madje. Vendimi për moslerimin e presidentit Thaçi për të qenë pranishëm sot mes nesh është goditje e rëndë.
jo vetëm për familjen, ne dhe gjithë ju bashkarisht, por për gjithë ata që besojnë se drejtësia duhet të jetë drejtësi. Të nderuar zonja dhe zotrin. Tani, mbetet i përjetshëm kujtimi për Basen Haxhin, si një njeri i urtë, një këpresë dhe dasharie me vlera të larta morale, njerëzore e argëtare. Ky moment është më shumë se një nderim, është një betim për respektin e përjetshëm ndaj familjes faqe dhe sakrificës së saj për lirinë e Kosovës. Sot, Skenderaj, Drenica dhe Kosova janë një zë, një zemër, një krenari. Në këto momente të dhimbshme, Drenica dhe gjithë Kosova qëndrojnë krah për krah me presidentin Tashi, të pathyeshëm, krenar dhe bashkuar. Nga këtu dhe kudo tjetër i dërgojmë ngushëllimet më të thella presidentit Tashi, familjes së tij dhe gjithë atyre që u preken nga vdekja e Basit Haxhin. I qoftë i lehtë vëjo i Kosovës, i përjetshëm qoftë kujtimi dhe respekti për jetë e matë për Basin Haxhin. Ju falenderoj.